A keni menduar ndonjëherë se si Islami u rrit kaq shpejt pas profetit? Kjo është historia e një kohe vendimtare. Pas vdekjes së profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të, 4 udhëheqës të jashtëzakonshëm udhëhoqën komunitetin e sapo lindur musliman. Këta ishin kalifët e drejtë, Ebu Bekri, Umeri, Uthmani dhe Aliu. Nga viti 632 deri në vitin 661 të erës sonë, kjo epokë dëshmoi një rritje të jashtëzakonshme. Islami u përhap me shpejtësi në të gjithë lindjen e mesme, në Persi, Egjipt dhe në territore të gjera në Afrikë dhe Azi. Për te zgjerimit, ata krijuan sisteme administrative thelbësore. Kjo periudhë ruajti unitetin fillestar të botës muslimane, duke hedhur themelet për qytetërimin e ardhshëm islamik. Ky vështrim i shkurtër vetëm sa prek sipërfaqen e kësaj epoke transformuese. Shqytuni më thellë në jetën dhe trashëgimin e këtyre udhëheqësve të shuar dhe ndikimin që ata patën në histori. Eksploroni detajet e pasura të kësaj periudhe themelore.